Nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 18, një më njëherë me zhvillimin e kryesor. Dy shqiptarë të Maqedonisë të Veriut të dyshuar për veprimtari armiqësore ndaj Shqipërisë u shpallën non grata nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Imami Bakir Halimi dhe analisti e ish-politikani Valon Bela ndalohen të hyjnë ose të kalojnë tranzit në vendin ton për 10 vite. Bashkiaku Josip Gorea thotë se do të nisë konsultimet e gjera me banorët e Divjakës për të bindur qeverinë me argumente se kjo bashki duhet të qëndrojë me vete e jo të shkrihet me lushjen siç propozohet në hartën e re. Për Report TV, ai thotë se ka bashki si Roskoveci me gati 10.000 banor më pak që nuk preken nga ndryshimet. 3 muaj pas vrasjes së biznesmenit Recep Ismaili në Saran, policia arrestoi pranë shtëpisë së tij 5 të rinj nga Tirana e Kavaja me pistoleta dhe silenciator. Sipas bluve ata ishin bërë gati për të kryer atentat, por nuk bëhet e ditur shënjestra. Në udhëtim prej 900 kilometrash me një biçikletë druri synon të realizojë avokati Arsid Moriqi, i njësur nga Shkodra me objektivin që brenda 2 javësh të mbërrijë në Athinë. Ai thotë se kjo nuk është thjesht garë sportive, por një sfidë personale ndërtuar mbi pasionin për ciklizmin dhe dëshirën për të promovuar jetesën e shëndetshme. Ministrat e Brendshëm të BE-s mbajtën një takim urgjent ku dolën një qendrim për nevojën që të forcohen kthimet e emigrantëve si dhe kufijtë e BE-s. Propozimin italian për qendra e riadresimi si në Gjadër, Spanja e kundërshtoi. Maroku ndërkohë tha se ka paralajmëruar Spanja para se të nisë eksodi në Suta. Jemi tani më gjerësisht, 2 shqiptarë të Maqedonisë të Veriut, të cilët dyshohet se veprojnë kundër interesave të shtetit shqiptar, janë shpallur non grata me firmën e ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari. Imami Bakir Halimi dhe analisti e ish-politikani Valon Bela ndalohen të hyjnë ose të kalojnë tranzit në vendin tonë për një periudhë 10 vjeçare, e cila përfundon në vitin 2036. Të 2 shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dyshohet se zhvilluan veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Shqipërisë. Sipas burimeve, propozimi për shpalljen e tyre të padëshiruar u bë fillimisht nga Drejtoria e Antiterrorit në Policinë e Shtetit, e cila grumbulloi informacion të veprimtarisë së tyre. Më pas erdhi firma e ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari. Vendimi është mbështetur në nenin 104 të ligjit për të huajt, i cili i jep ministrit kompetencën për të shpallur person të padëshiruar. Çdo shtetas të huaj që për interesat të rëndësishme të shtetit vepron ose propagandon kundër sovranitetit, sigurisë kombëtare, e rendit kushtetues dhe rendit publik, apo që lidhet me organizata terroriste ose mbështet veprimtari kundër shtetit ligjor. Urdhri i ministrit Lamallari është përcjell për zbatim policisë së shtetit dhe strukturave të policisë kufitare, të cilat do të garantojnë ndalimin e hyrjes së tyre në Shqipëri. Bakir Halimi është një imam i njohur në Maqedoninë e Veriut, me xhamin e Shkup, i cili në vitin 2016 u përjashtua nga Bashkësia Fetare Islame pas përplasjeve me drejtuesit e institucionit, ndërsa Valon Bela është analist politik dhe ish aktivist, i njohur për komentet mbi zhvillimet politike në rajon. Ai ka mbajtur më herët poste të ndryshme në nivelet të mesme politike në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim në rrjetet sociale, Bela shkruajti se ky vendim i Ramës u dha në sinkron të plot me Vučić. Mbetet e paqartë se për çfarë veprimtarie konkrete 2 shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë shpallur non grata. Ky është rasti i dytë brenda pak më shumë se një muaji, kur Ministria e Brendshme përdor mekanizmin ligjor të shpalljes non grata për arsye të sigurisë kombëtare. Më 25 qershor, e padëshiruar u shpall edhe shqiptarja e Kosovës, Iqbal Huduti, së cilës ju ndalua hyrja në Shqipëri për 15 vjet. Sipas autoriteteve, Huduti ishte lidhur ngushtë me regjimin iranian dhe kishte bërë thirrje publike kundër rendit kushtetues në Shqipëri, ndërsa më herët kishte marrë pjesë edhe në protestën përpara kryeministrisë në Tiranë. SBA ratifikuan marrëveshjen e Huas me Shqipërinë në vlerën $302 milion që do të përdoren për blerjen e pajisjeve dhe sistemeve luftarake amerikane. Njoftimi është bërë zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërsa në Shqipëri opozita ka kërkuar në gjykatë kushtetuese pezullimin e hyrjes në fuqi të saj me argumentin se janë shkelur procedurat e votimit në kuvend.
Departamenti Amerikan I Shtetit njoftoi zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së UAS $302 milion ndaj Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftim thuhet se kjo UA do të mbështesë Shqipërinë për përmbushjen e shpenzimit 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen deri në 2035. Dashe e konsideron këtë UA si një mundësi që do të forcojë aftësinë e Europës për të udhëhequr vetë në fushën e mbrojtjes. Si aleati I NATO-s, Shqipëria është rreshtuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara në çështje të rëndësishme të politikës së jashtme, përfshirë edhe si antare themeluese e Bordit të Paqes të presidentit Trump, thuhet në njoftim. Ndërsa ministri I Mbrojtjes Ermal Nufi thotë se marrëveshja është vot besimi strategjik e SBA-s ndaj Shqipërisë dhe hap historik në modernizimin e mbrojtjes. Sipas tij, mbështetja do të forcojë kontributin e Shqipërisë. Në Parlamentin Shqiptar, kjo marrëveshje u miratua me 74 votat e mazhorancës, ndërsa opozita, e cila bojkotoi procesin, I është drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar pezullimin e saj, me argumentin se janë shkelur procedurat parlamentare, ndonse në parim u shprehën pro marrëveshjes. Bisedimet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen e kredisë kishin nisur që në vitin 2024. E gjithë vlera e kredisë do të përdoret për blerjen e prodhimeve amerikane, pasi Shqipëria synon të marrë pajisje dhe sisteme luftarake, madje disa prej tyre edhe ofensive. Propozimi I socialistëve për hartën e re territoriale që parashikon shkrirjen e 15 bashkive po kundërshtohet nga komunitetet e prekura. Në Divjak, në krah të banorëve, ka dalë dhe kryetari I bashkisë Josif Gorea, I cili për Report TV thotë se do të ndjekë rrugën institucionale për të bindur qeverinë se përse Divjaka duhet të qëndrojë më vete pa u shkrirë me lushin. Të majtet të djathtë në Këshillin Bashkiak të Divjakës kanë rënë dakord se harta territoriale e propozuar nga Partia Socialiste, që parashikon bashkimin e tyre me Lushnjën, duhet kundërshtuar. Josif Gorea, kryetari I bashkisë që rrezikon të shkrihet, thotë se arsyet pse Divjaka duhet të qëndrojë më vete janë të shumta, për të cilat ka besim se gjatë fazës së konsultimit publik edhe mazhoranca do të bindet. Madhësia e territorit. Në qarkun Fier, ku ne bëjmë pjesë, bashkia Divjaka është numri 3. Pra, është Fieri, Lushnja, pastaj vjen bashkia Divjaka. Ne kemi 309.000 km² territor. Për Report TV, kryebashkiaku thotë se të gjitha shëndrimet do të shpalosen në rrugë institucionale. Ne zyrtarisht do të mundohemi që t'i përgjigjemi pik për pik të gjitha kërkesave, të gjitha amendamenteve që komisioni ka vendosur, do bëjmë dëgjesa publike në të gjithë njësitë dhe pra do të ndjekim rrugën institucionale për të bindur qeverinë shqiptare, po dhe këtë tjetër, që bashkia Divjaka është një identitet kombëtar që nuk duhet humbur, duhet qëndrojë fort. Kriteret për shkrirjen e bashkive sipas tij nuk janë zbatuar në mënyrë të drejtë për të gjitha bashkitë, duke sjellë shembullin e Roskovecit. Territori I tyre është 118. Popullsia e bashkisë Divjak në regjistrat e gjinës civile është 56.000 banor. Ose në numërimin e fundit, si se quajta ndryshe census, ne jemi 25.000 banor. Nësa bashkia Roskovec është 16.000, gati 10.000 më pak. Banorët e bashkisë Divjak për të katërtën mbrëmje radhazi protestuan në sheshin qendror të qytetit kundër ndarjes së re territoriale, ndërsa në krah kishin edhe vetë kryetarin e bashkisë. Sepse gjithë loja nuk po I bie mendja e njeriu për Divjakën, jo, e duan atë. Duan tokën me Divjakës, duan pyllin, duan. Por opozita, e cila sugjeron 100 bashki dhe kërkon që për reformën territoriale të ketë referendum, thotë se ndarja e re e propozuar nga mazhoranca synohet që bashkitë të varen edhe më shumë nga pushteti qendror. Deputetja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, tha se shkrirja 15 bashkive po bëhet pa konsensusi politik të palëve, një kërkesë kjo e ndërkombëtarëve. Drafti I ri administrativo-territorial I qeverisë Rama është një projekt që synon të zëvendësojë demokracinë lokale me kontrollin nga qendra e pushtetit. Një projekt që nuk e afron shtetin me qytetarin, por e largon qytetarin nga vendimmarrja. Sot kemi një pushtet vendor të dobësuar, bashki financiarisht të rënuara, institucione që presin urdhra nga qeveria dhe qytetar që për shumë shërbime duhet të drejtohen drejt ministrive,
jo tek institucionet që i kanë zgjedhur me votë. Ndaj, ndryshimi i hartës territoriale nuk mund bëhet me forcën e kartonit, nuk mund bëhet nga zyra e Edi Ramës kundër vullnetit të qytetarëve. Kjo reformë duhet të jetë e qytetarëve dhe jo e një partie. Prandaj, çdo ndryshim i hartës administrative o territoriale duhet i nënshtrohet vullnetit të qytetarëve dhe vetëm referendumi mbetet rruga më demokratike, më legjitime dhe më e drejtë për të vendosur për një reformë që prek drejt për së drejti çdo qytetar shqiptar. Tre muaj pas vrasjes biznesmenit Recep Ismaili në Sarandë, policia arrestoi pranë shtëpisë së tij 5 të rinj nga Tirana e Kavaja me pistoleta dhe silenciator. Sipas bluve, ata ishin bërë gati për të kryer atentat, por nuk bëhet e ditur shënjestra. 5 të rinj të ardhur nga Tirana dhe Kavaja u arrestuan në fshatin 6 të Sarandës me 2 pistoleta dhe 1 silenciator. Policia tha se kishte siguruar informacion se grupi mund të kryente atentat, ndaj organizoi operacionin e koduar silenciatori. 2 kryesorët janë personat që shihni në foto, si Dorel Moriseni, 32 vjeç, banues në Tiranë, dhe Alfred Kaja, 26 vjeç, banues në Kavaj me precedent penal. Sipas policisë, ata u kapën në flagrant pranë një lokali, teksa po nxirrnin nga makina 2 pistoleta, fishek dhe 1 silenciator. Sipas policisë, kishin zënë prit në një zonë pa ndriçim në pritje të momentit për të kryer vrasjen, ndërsa 3 shoqëruesit e tyre u kapën automjetin e tyre. Ata janë Vitrin Hoxha, 20 vjeç, banues në Kavaj, Vorin Poka, 31 vjeç, nga Tirana dhe Franco Bobia, 21 vjeç, nga Kavaja. Policia dyshon se grupi kishte shkuar në Sarandë për të ekzekutuar një person në zonën e 6-s, por emri i shënjestrës nuk bëhet i ditur nga hetuesit. Moriseni dhe Kraja po kontrollonin armët në momentin kur ndërhyn efektivët. Burimet bëjnë me dije se të arrestuarit u kapën në një rrugicë pranë banesës së Recep Ismailit, biznesmenit që u vra në lokalin e tij në Qafgjasht më 7 maj të këtij viti. Vrasja e Recep Ismailit më 7 maj tronditi Sarandën. 66 vjeçari, i cili ishte edhe kryetar i shoqatës Çamëria, u ekzekutua me një plumb në kokë gjatë përplasjes me armë në lokalin e tij. Nga hetimet rezultoi se Ismaili nuk ishte objektivi i sulmit, por u vra pasi ndërhyri për të mbrojtur Viktor Ruçin, një person me precedent penal. Hetuesit po verifikojnë nëse ndalesa e grupit në këtë zonë ishte rastësore apo lidhet edhe me ngjarjen ku u vra Recep Ismaili. Deri tani, asnjëri prej të arrestuarve nuk ka dhënë deklarime për objektivin. Policia e Vlorës është në pritje të ekspertizës nëse ka barut në duart e 4 personave që u shoqëruan dhe u lanë të lirë të dielën pas të informacioneve për të shtënë në jatin e Bruno Çelës pranë Palas. Reporteve mësoi se atë ditë jati sapo kishte ardhur nga Italia, lut se përjashtoi mundësinë që në bord të ketë pasur persona të tjerë apo të jetë qelluar nga mjete të tjera lundruese aty pranë. Jati luksoz në pronësi të Bruno Çelës, djalit të pronarit të kompanisë Brunes, Geron Çela, kishte mbërritur nga Italia vetëm pak momente përpara alarmit për të shtënat me armë pranë bregut të Palasës mbrëmjen e së dielës. Burime për Report TV bëjnë me dije se pas incidentit, policia kufitare e Vlorës regjistroi zyrtarisht hyrjen e mjetit lundrues në territorin shqiptar dhe identifikoi të gjithë personat që ndodheshin në bord. Gjatë kontrollit, pas ndjekjes në det për minuta me radhë dhe tentativës për t'u larguar policisë për një moment, nuk u gjet asnjë armë zjarri, ndërsa 4 personat e marrë në pyetje mohuan të kenë qelluar dhe më pas u lanë të lirë me urdhër të prokurorit. Hetuesit u kanë marrë monstra nga duart për ekspertizën e mbetjeve të barutit, rezultatet e së cilës pritet të dalin në ditët në vijim. Ndërkohë, grupi hetimor po verifikon disa pista përfshirë mundësinë që të shtënat të jenë kryer nga persona në bord të ardhur gjatë kohës që jati ishte në lundrim, ose edhe nga mjetet të tjera lundruese që ndodheshin pranë jatit në momentin e ngjarjes. Ngjarja u regjistrua mbrëmjen e së dielës pasi pushues në Palas sinjalizuan policinë për të shtëna me armë që dyshoi se vinin nga një jahtë. Pas rreth 2 orësh ndjekje në det, mjeti u ndalua pranë Himarës. Në bord ndodheshin Bruno Çela, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës në siglin e PSD-s dhe djali i biznesmenit Geron Çela, biznesmeni i ndërtimit Pashkgjini, Afrim Kastrati dhe Leonard Hasa.
Për shkak të erës së fortë, vatra e zjarrit në riban të Mallakastrës ka marrë për masa të mëdha duke u afruar banesave. Flakët janë vrapur me shpejtësi në kururat e pishave, duke rrezikuar përhapjen drejt patosit e Roskovecit. Forcat zjarfikse të patosit të Roskovecit, Mallakastrës, Albetrolit e Beratit janë duke punuar për neutralizimin e flakëve pranë banesave, ndërkohë që një familje është evakuuar për arsye sigurie. Ndërhyrje po bëhet edhe nga ajri përmes helikopterit. Zjarri po djegën sipërfaqe me pyje të vjetra me pisha dhe bimësi të dendur. Një tjetër vatër zjarri është shfaqur këtë pasditë edhe në zonën e Nivicës në bashkinë Himar. Flakët po përhapet me shpejtësi të favorizuar nga era, ndërsa në vendngjarje forcat zjarfikse po punojnë në një terren të vështirë. Ndërsa vatrat e tjera të zjarrit në vend janë nën kontroll. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 20 vatra zjarri, ndërsa për menaxhimin e tyre janë angazhuar 727 forca operacionale. Në mbështetje të strukturave vendore u angazhuan 128 efektiv të forcave të armatosura, 2 automjete zjarfikse të tyre, një autoambulancë mjekësore dhe 3 helikopter të forcës ajrore. Do të ndjekim tani një blok lajme shkurt. 54 vjeçari Ardian Xhafo u arrestua nga policia i dyshuar për zjarrin te qafa e vidhit në Mallakastër. Ai u kap pranë vatrës së zjarrit dhe u vu në pranga pasi dogji 400 rënjullinj. Një 50 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet të cilit i preu rrugën në aksin Lezhë-Milot. Automjeti që drejtohej nga Artur Prendi, 42 vjeç, përplasi për vdekje 50 vjeçarin Gëzim Tuçi, teksa ky i fundit kalonte rrugën në këmbë. Shoferi u shoqërua në polici për sqarime të mëtejshme, ndërsa testi i alkoolit rezultoi negativ. Drejtuesi një automjeti humbi kontrollin dhe përfundoi në kanalin për bri rrugës, ku goditi shtyllën e tensionit të mesëm. Nga aksidenti në hyrjen jugore të Lushnjës nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Shkak i përplasjes mendohet shpejtësia e lartë me të cilën udhëtonte shoferi. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, strukturat e Bashkisë së Vlorës, ka nisur shembjet e objekteve mbi kanalet kulluese të qytetit në lagjen Kushtrimi. Një market që nuk disponon dokumentacionin e pronësisë u shemb për t'i hapur rrugë rehabilitimit të kanalit kullues në një qytet që historikisht ka pasur probleme me përmbytjet. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga shkolla e Shushicës në Elbasan, e cila shpejt do të mirëpres 350 nxënës dhe 35 mësues në ambiente të reja. Kreu qeverisë thotë se çdo ambient është menduar për të krijuar një mjedis ku bashkëpunimi bëhet pjesë e përditshmërisë. Kompania Vëllezrit Hysta ka shfrytzuar pa kriter inertet në Devol duke i ndryshuar rrjedhën lumit. Për krimin mjedisor u shpall në kërkim administratori 22 vjeçar, ndërsa 3 punëtorë ranë në pranga. Punëtorët e arrestuar janë Lorenzi Braku, Behar Troka dhe një shtetas indian. U sekustruan dhe mjetet ekskavator dhe kamion. Nga hetimet rezultoi se kompania kishte leje për shfrytëzimin e inerteve, por punimet kryeshin jashtë koordinatave. Nxjerrja e zhavorit në zonën e Gostimës në Cerrik ka krijuar rrezik për përmbytjen e tokave bujqësore. Sa kaq kompania Vëllezrit Hysta në pronësi të flutura Kujtim dhe Besnik Hysus u gjobit nga IKMT-ja. Një udhëtim 900 km prej një biciklete me dru. Kjo është sfida që ka ndërmarrë avokati Ersit Muriqi, i cili është nisur nga Shkodra me synimin për të mbërritur në Athinë brenda 2 javësh. Nga pedonalja e Shkodrës drejt kryeqytetit grek Athinës. Avokati Ersit Muriqi ka nisur një sfidë të pazakont për të përshkruar rreth 900 km me një biciklet prej druri. Itinerari i tij përfshin ndalesa në Lezhë, ku ne e takuam, dhe më pas në Vlorë dhe në Sarandë. Jam nisur nga qyteti i Shkodrës, nga qendra, nga pedonalja, sapo kam rrinë në Lezhë. Do vazhdoj rrugën drejt Tiranës, rruga shkon shumë mirë. Jemi shumë okay dhe me nxehtësinë dhe me vapën. Për Muriqin, kjo nuk është thjesht një garë sportive, por një sfidë personale ndërtuar mbi pasionin për ciklizmin. Objektivi i tij është të përshkojë mesatarisht rreth 300 km në ditë. Qëllimi i gjithë kësaj është një sfidë personale, sepse duke parë që jam prej vite që merrem me sport dhe me ciklizëm, kam synuar që të arrij Europën, të arrij qytetin e Athinës me bicikletë, të rrah me bicikletë prej druri. Bicikleta që përdor është një model i veçantë prej druri, prodhuar jashtë vendit.
Biçikleta prodhohet në fakt jashtë Shqipërisë, por kam qenë pjesë e këtij projekti dhe prandaj kam bërë ture të ndryshme, kështu që këtë herë doja që nisha nga qyteti i Linës dhe ta promovoj edhe pak vendin tim. Nëse gjithçka shkon sipas planit, avokati i apasionuar pas sportit pritet të mbërrijë në kryeqytetin grek pas 2 javësh. Përgjatë itinerarit drejt kryeqytetit grek, Muriqi fton çdo të ri që dëshiron t'i bashkohet, qoftë edhe për një pjesë të rrugës. Qëllimi i tij është të përçojë mesazhin për një stil jetese sa më aktiv dhe të shëndetshëm. Arsim Begolli prej 2 dekadash i është përkushtuar sportit të paragliding duke arritur rezultate të jashtëzakonshme dhe në arenën ndërkombëtare. Ai prej shumë vitesh merr pjesë edhe në të gjithë garat që zhvillohen në Shqipëri, ndërsa e cilëson garën e Vlorës si më të bukurën në aspektin e turizmit. Prej vitit 2005 nisi pasionin për flutërimet me parashut dhe që prej asaj dite nuk ka reshtur më. Arsim Begolli e ka kthyer sportin e paragliding në mënyrë jetese dhe thot se nuk do t'i ndahet derisa të ketë mundësi fizike. Shijon një herë gjithmonë kryt në altë e vonë. Arsim Begolli është pjesë e Federatës së Kosovës në paragliding dhe thot se rezultatet deri më tani në arenën ndërkombëtare kanë qenë të jashtëzakonshme. Të na është shumë i praktikuar. Po, prej vendeve tjera për rreth që kemi bile në Kosovë shumë më i zhvilluar, edhe jemi shumë na ngritur në ranglisën botërore. Na si Federata Aeronautike e Kosovës, me pilotët tonë jemi vendin e dytë në botë. Begolli organizon shpesh gara në Prizren, por prej më shumë se 1 dekada i merr pjesë në çdo garë që zhvillohet në Shqipëri. Shqipëri-Kosovë kemi federatën edhe garat e përbashkëta. Për shembull kemi 3 etapa në Kosovë, 3 në Shqipëri, me krejt pilotët e Shqipërisë dhe të Kosovës në mesdhetit. Domethënë është kampionati kombëtar, është Shqipëri-Kosovë bashkë, 2 federata të bashkuara. Ndonë se në Kosovë kanë arritur rezultate më të mira, në Shqipëri kushtet për paragliding janë shumë më të përshtatshme. Shqipëri është ma bukur për shkak se në Bregdet, në Vlorë, në Dërmije, më fluturue, është ki edhe detin, në ki qytetin, në isha gjitha, kupton. A në Vlorë për shkak është shumë bukur, se ato krejt qyteti, që ato turist, që ato. Në fund Begolli fton që sa më shumë të rinj ta provojnë këtë sport, pasi më pas sipas tij është e vështirë të shkëputesh. Është fundi i këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Reporteve. Mirupafshim.